Nuk i hongër shpatën e Skënderbeut. Nuk i hongër këto. Këtu. Më gjej sekond. Hangre një grusht aty po qaje, po digjo pak, me live hapur Po qaje, më kum ha kaj mu me qajt, më shok, më shko bizbolli. Për atë punë. Si kush po qatë, që t'jemi qajt, unë qap diti mu, unë dola direkt në live, unë s'dalë si puna ju i mas gjysore, ku pastroni boni, unë dola me gjak, dola ta ma si burrat, unë s'dalë si pidhat, me më shefe, mu lyje, mu bo. Po më gjej sekond, tani më bëjt që ndrë këtu, ti, në qofë se donë, për kokë familjes prej biletën, po nuk të kam taku mes Barcelonës, ku doje kari, po s'te dole qofë shatjali ma rëpshim. Dash të këtë dash si doje kari, vetëm po, dalim të amarë më organizim, jo me më prem bes me bo bësim ligje. Qofë se do me dalim, mu gjuj të amarë, na kupton si burrat, gjuna si burrat. Qofë se do me dalim bon deshe boksi, bëjmë deshe boksi. Ndeshe boksi për sport, e kush humbi jep dorë një tjetër. Ti e ke pashaportën. Hajde në Shqipëri e organizojmë një ndeshje boksi me profesionalizëm. O vlla, ale në Shqipëri, unë në Shqipëri jem kërkim. Po s'mund të rish më shumë se 3 muaj në kërkim ti, la të fusin Interpol. Po jo, më se sem Interpol, se si ja kam qiro për mirë këtheu në Shqipëri, mbaroj problemet që ta nisë, sa të betë më më keq. O vlla, për budalliqe koti jam, për këgjak ftofi, se s'kam lidhje fare. Po mua beti është, gjej se ka. Po kërkojmë për rrafjen e Suadës. Po jo ma qa Suade, ma kush tjere ka me Suade nun. Më pra te gjek toftin. Më kanë zënë kërkim, po da hekri këtë dit. Gjej se kom vlejnë tatë. Mua beti që ndro këtu. Ti në qovë se do më ba. Am Gjon. O Gjumi. Aha. Alo, Lushnja. A me të vëtë ty, s'pa flas me murin. Okej, Kajs. Rosh karin Lushnja s'tire. Tja rosh karin, ti me jem goj, thash o Lushje, kështu si shprej, se s'kam gjo me Lushnjatu, no kari. Mos më fut mu intriga. E më të folë me tyër, mu bushnica. Ore njeriu dëgjon me vesh, prandaj ka vënë Zoti 2 vesh. Po jo më tham shif sy kur folë, mos më shik mu murin, se unë duhesh me të pa televizor. Hapa e të folë apo të të karin tani. Gjej se kam vënë ta. Tash tjetër këtu, s'po marr vesh. Ky është akant im tjetër, burr, po më ka bllokuar dhe e ka hap ky shokun tani, se më ishte bllokuar. Të bllokuat? Më bloku ku i shiva, ma blokun për javë, po ky nga që është ekspert, është baba moderatorëve, është njëshi menaxherëve, edhe ka lidhje të forta me kinezi, me cinë që janë. Po, kam akauntin e madh që e kam me 300.000 veta, kam 10.000 pound brenda, mund të ndihmoj me nxjerr, të jap një 2-3.000 pound. Atë me tash bloku. Është zhbllokuar, i ka terat venat, po s'më lë me 300 lekun. Atë ka qenë njoni, ai mashtrusi që kam pasur menaxher, ai ti po atë punë, është i Gjino, ai që i pas shkruajtur atëherë në Instagram, kur bone virale, po të pyet për punë në akaunt, i kishte pas shkruajtur në privati atij. Ai merret me këto gjëra, po është tip mashtrusi. Po, më prezantoi Sabi me atë, po. Ai ta bën, ai mund ta mbarojë atë punë ty. Po edhe Kozaku e ka pas marrë një akaunt që ja kanë pas blloku ban, e ka kthy. Po ti se ke ban, No, se kam ban. No e merr kollaj, sa problem. Të me sa ke pasi, me 400.000 ke pas? 380.000, po kur është në burg 6 muaj me ra 80.000 veta. A mi me sa shtu të bjene, i bane ti original gjithë dhe kur i kisha famet? Original, po, brenda 4 javë. E të me 3 leke ti? Jem, ka ngell një 10.000 pound aty. O Kryso, po si ka mundësi të ka ngell 900 vetë live? Se ditë se po. Nga që si jam mund. Dili aty... O fire, kështu ma bën dhe mua tek akauntin madh. Kisha nga 10.000, 30.000, 60.000, 80.000. I uan vetëm raport, edhe nuk më dilte te faqja kryesore. Jo më se me hy unë me atë është përthej që i modë, më ka që jam këtu unë, shofin mu këtu. Po ka që me qenë anë ka ti përdoj. Po, okej, o Krist. Gjoj sekond tani. Am Gjonar. Të dëgjoj vlla, dëgjoj me vesh unë. Nuk kam se të shkoj të dëgjoj me vesh. Aba, mos bëjmë këtë budalliqe koti se unë, po që për zemër, o kam zemër, ti janise, se ti merë në live, ti ki i gjonë, ti e i shkallë, ti futrunin punë, e ka një fjallë, a këton është një fjallë e vjetër popullore, ne të viriut fusim zemrën, kuse jugu fut menjen në punë, ne punojmë direkt me zemrë, edhe ne gabojmë, kuse ju keni trunin, ju e me një avash me Terezia, këton me shkasi. Kurse ne fusim zemrën, e na gjak në zetë, vlla. Unë, po që, për zemrë, po provo me e këthyrë, po provo me e këthyrë. Unë të dalë tani ty. Jo, unë të dalë tani ty. Shqipe, Dilë ti su kur dalun. Ti do merresh telefonin,
dila kupton mes firit edhe rri për shembull 2 orë, unë do të tani mes Barcelonës tu, do ta tregoj vendin ku jam, do të rri 2 orë mlaj desën fikë telefoni. Ha, e boj. S'kam asim bështetje, tek pull jam. Sukur dola shpar, se më rejti njoni tha do të me i shpi, këneja nej, ma shtroj edhe e shajta unë, se më boni blok mua aty në WhatsApp, e shajta o kupton në përmjet këti shokut menagjerit, i qej voice-in tim, i thash, më tha, asa aty jam, tha se ta di lokacion, se ja kisha tërgu ku jam, marrë me morë për me mojë shpi në qera. Edhe i dola i net aty gjysore, edhe të qëtë me të me të dy. Dëgjo po, dëgjën qik. Ha. Dhe çdo herë vetëm ti ke folur. Kur dole nga burgu, të pyetën komentet Gucci po shkruanin. Unë nuk u fash gjë. Edhe njëtën gjë po bënin e tek unë. Unë s'u fash asgjë komenteve. Okej, kam po gabim, kërkoj falje, kam folë në i gjo po darë, s'kam shaj me familje. Ti vajte the Gucci kari. Prap nuk fash gjë. Okej, kërkoj falje, jam xitut, kërkoj falje. Dëgjova nga njerëz të mi që këndent me sa njerëz. TikTok. Dole pastaj live përmende emrat dhe as nuk i përmenda unë. Përmende emrin e... Po është. Jo, po, o vlla, mu kanë thonë njerëz ku i ke gjë, thash kam respekt. A kupton për ato? Mos bani me se blok e keni. Kam bej shumë emrat të përmendur. Po unë prap fash mos përmend emra, eve respekt gëzojmë që ke dalë jashtë. Ti pastaj ja nise me intriga. Kam bo gabim përse kam thonë Gucci karit, kërkoj falje o vlla. Ashtë ma mi me të kërku pastaj falje, ja nise me sharje, more telefon, u vajta në takim, u ullat e takimi. Nuk i morat, kam thërrit vetat o ty o vlla. Po është Për kokë familjes nuk i kam morë. Ato më thanë si burët, e kena këtu tha, është robi një shoku tonë, mbyllën këtë muhabet e mbyllëm. Pse më dole më shajt o vlla. Pastaj, fillove prap duke i vënë gojës, e unë të fash. Nuk i vësh gojës, më dole më shajt e për... E o zoti e vraft Kurani, qatë ketë për zemër, i vdekshin rrezi qose nuk e mbyllën muhabetin më ki dalëm ki shajt vetë. Pse? O vlla, tashin që është të mjetë në qunin e ujë. Gjëja e bukur që po më pëlqen, nuk po shahemi. Gjëja e bukur. Po jo për thash nuk shajmë. Gëzojmë që ke një ofsi me njerëz. Haua se biku interneti. Gëzojmë që ke një ofsi me shumë njerëz. A do me hyme këna që të po? Rreshë ti po mos fal. Një gjë po ta them fire, se ke dal shumë i freskët e sa ke dal. Këtë gjë ma fave Klevjo, fama ka shumë pasoja. Inshallah ti jesh i gatshëm. Po lene ti gatshmi, o plako, unë, gjej sekund, se ti do më qu kam mua vlla, se ku foli më duket se ku merr për vari karin ti mu, se ku si më seriozisht. Unë po ta them një gjë. Për kota asaj familje ku jam tu. Për fati që bone. Unë po ta them një gjë Guço. Unë i marr parasysh pasojat. Unë jam një nga ato djem, një e njoftum TikTok-un, më thotë edhe are dalin për kafe dal. Ai më ka po planin për shemb më zerr prit mu. Po më vdek familja ta pyesë byllën mirë. Nëse ka bab, non, nëse unë s'kam mundësi mi po gjë aty, kam për t'ia qenë njëri më një rrap babën edhe nonën. Se po më praun 5 muaj, po ma futi mu pa besisht, ja fus pa besisht. Për mua unë nuk të shikoj si burr që i bën këto gjëra që i rreth gra. Jo, se qofse ti më pret më mua je djali degraduar. Mua faje, më shkum privat, mua unë të fus, shkum privat, si ndjeks. Thu kam respekt për ty o fajer. Kam respekt për ty. Unë ty të vë njëti kategori si çunat që përdorojnë minorë. Qofse ti më thu mu, kam respekt. Je njëti kategori, je një. Edhe unë vi me të futi. E ti më po pa besim, mu vdek familjes. Nuk ta fali. Nuk ta fali babën, nonën, që do të kesh. Çfarë për ty si gangster që kanë qenë gangstera në kohën 97-s edhe nuk kanë prek grave me dorë. Jo, po ti se të bëjnë, se ne jemi shqiptar funditës. Çfarë të bëjnë, trujkarin ty? Inshallah Zoti të mbajt fort. Çfarë do të bëjnë? Do trujkarin Dubai ty. Aty ku të dhem zemra ty, a kupton do vit bëj damin. Su ku mi dhem zemra familjes time që më bone damin ti mu. Ashtu do të bëj edhe unë ty, ku më të dhem me shpirti e zemra. Se qofse ti më shkruan mua si Guç, si ndjek, më thua vlla, ndjek TikTok respekt, jam spajn. Hale takoj unë vis, unë kam takuar shumë njerëz kështu, po s'm kanë prem bes. Dejmë sot s'm kanë prem bes, po më prem bes, ashtu ku më bëjnë pa besim dy ja bëj, pa besim bolla. Fire, t'ju përshëndes vlasëm se di çfarë thashë të një përqep të bëjmë muhabet. Po pse bëm junde vlla, pse bëm junde, unë të fol ti bëm junde. Jurit zoti. Ishte një djali pa bes fare. Guçi na qeta. Lirim vëlla. Fire. Ilse, gjona pastaj mirë. Hajde zoti. Po mendoj me dalë nga Fiber, ke Fiber ti? Pa ti e ke mene, ke Fiber, ka audiencë ato shoku.
O shok, unë të folë ku ti bëm lingo. Po ka nga 2 euro në për natë në fajbru. A jene qik gjallë me norma ti a di respekt ja posdir. Unë të folë ti të bëgëm ju, të di shike këtë farë, o shok. Do me më përmend mua numrat, unë të më bëjmë jytë se të pushon goja ty vlo. Po jo ma se ti të ashim provokon, mua dhe unë të folë. Je tip që flet shumë, nuk i duroj të ti të vend siklet, o vla, ti të vend siklet, ti e ti provokusi. Ti do me më përmend mua norma, po më fua ti e provokusi i pa besë, o vla. Po sta bera do ty, do iki të rama ma në tende. Edhe më përmend norma. Në qofë se ti, do vish mu. Ti me mua nuk mund t'ulesh, me burrat që jam rrit, me burrat që jam rritur. Ja, pra po kape si guq, ti si guq. Po më kapet, kam shajt TikTokon ty, po, jena shajt bash. Vjen ti si guq, si pill, në anë tek e tek në kap, hamër ti klish kurve më thu mu, hare tu po, am ki shajti mu po, hare ta shumë i qijer burnin tate. Po më mendje të kape me ty vlla, nuk do të si. Kape në rap, ti mu, ti gjeneron, bravo qopt, lum kari. Po të kapa, po s'kapa, atëherë o shoku jam, nuk bëj unë një gjë, dëgjoj. Nuk është zëtësia ime po s'kapa. Unë një gjë, se ndonjëherë na del një farë keqe në gjakun tonë, arrivjen e gjakut. Unë kërkoj ndjes familjarëve tuaj që i kam sharë. Sepse më nxjerr kaq shumë, se njerëz të tu mjekin këtu mu, kush të tu, më kanë thut fala mu disa herë tu. Ata që kanë qenë ditë tavolinë. Ata që kanë qenë ditë tavolinë, kanë thut fala mu këtu. Unë po flas me vetmin time që jam rrit rrugëve që 12 vjeç vetmis. Po ke rrit o plago ti në rrugë që 12 vjeç, po puna është se ti i ke harruar rregullat e rrugës. Ti nuk i ke marrë rregullat e rrugës o plago. Ti je çarkulltusi një jo plago, nuk e di se çfarë. Kam bërë 17 vjetë sistemi të prapë nuk po funksionoj grau se po provoj tentoj të rap graje të vras mamat e njëzve. Po ti s'ke bërë ose për shpirtin që vdek familja, ti o shokët masakron. Ti e i që i ke harruar se për me norma, e pas ta kërcënu me ra mamat e njëzve, kërcënu me ra gra. Po unë po të flasë një gjë, unë nga sinqer. Jegar, po kishe një vari kashtë të mu. Ky që do fol me vetën vari karin. Ky që ka vari kashtë komplet o burë.